U përmend një ndryshim i qëndrimeve prej një kapërcimi që ngjante më tepër në bllokim, një hezitim për të bashkëpunuar dhe për të themeluar institucionet, dhe tek një deklarimi juaj që hap mundësitë dhe thatë që ju jeni politikan pragmatik. Po pragmatizmin e mëson edhe përvoja politike. U kthyti edhe në disa proceset e tjera që të bashkëpunimit me vetëvendosjen, qoftë kohës negociatave në Vjenë, procesit Vjenës. Në atë kohë, në LDK dominante prerazi frima rrugovjane. Ishte shumë e freskët e jako. Unë mendoj se sot keni ra, nëse të them kushtimisht, viktime ngurtësis, mendësis, abdigjikjane. Sepse, kur e përmendet bashkëpunimin me vetëvendosin e 2019, Zoti Abdigjiku ka qenë sapo aderuar në LDK. Pra kam qenë kretë rrethanat e tjera. Ishte në 2017 në zgjedhje, më duket. Do të thotë, ishte prafërsisht ai bashkëpunimi opozitor, koha bashkëpunimit opozitor. Pra, edhe atëherë dhe Zoti Abdigjiku ishte një figurë e cila betet të shije se si do të zhvillohej tutje. Prandaj unë jam i thtar që dëgjoj mendimin e juaj në këtë drejtim, nga që ju jeni, ashtu si që tha dhe Zoti Mustafa, aktor i rëndësishëm i LDK-s në të gjitha periudat. Ju e keni pa dhe këtë fazën e transformimit LDK-s, që domosdoshmërisht se cila parti transformohet gjithmonë me shpresën për më mirë. Thatë se nuk është punë dashnije e bashkëpunimi, po Zoti Aziri është punë vetdije. E vetdijen mund ta ketë një njeri me përvojë. E jo një njeri që njëherë ka lënë përshtypje që është energji e re në LDK dhe mund sjell një pesh më të madhe të kësaj partie në skenën politike, po shihet që mungesa e përvojës në momentet caktuara është duke penalizuar. Marrë për shkas këtu atë çka ju shtrej si pyetje dhe ardhi, se shpeshherë interpretohet se LDK-ja është bllokuesja kryesore. Nga që në një prizmë, jo shpesh, LDK-ja, nga disa kritik të LDK-s, po themi. Jo vetëm nga LDK-s, sepse unë rastisht e fillova bisedën me atë deklaratën e Zotit Aziri, nga që tha se do të negociojnë, qoftë për pozitat e kryeministrit dhe të presidentit, nga që shpeti pas zgjedhjeve është edhe skadimi i afatit të mandatit të presidentës, dhe është në një diskutim i qartë se për çka mund të flitet edhe si mund të arrihet një dakordim me këtë qoftë. Ndërsa ky pozicionimi që jo nuk duan ftoni të tjerët, kjo është ngurtësim. Kjo mas paku ka ngja në atë frymën rrugovjane ku ju keni qenë dëshmitari drejt për drejt i asaj kohe, e Zoti Abdigjiku ndoshta në atë kohë ka qenë vetëm një student. Pra në proceset politike janë shumë të rëndësishme përvojat njerëzore. Prandaj po ju dëgjoj me vëmendje, me shpresën se nuk do të ndryshoni gjatë rrugës, nga që kujtoj se pas përfundimit të zgjedhjeve të nëntëshkurtit... Do të ndryshoni nga ky pozicion që po e thotë sonte, po. Pikërisht. Shkaku që Zoti Abdigjiku në konferencën e parë të pas shpalljes së rezultateve pa thënë se do të jemi bashkëpunues në themelimin e institucioneve. Me pas pat shumë... Nuk do të bllokojmë, ka thënë. Nuk do të bllokojmë. Diçka të ngjashme mirë, po nuk las sinjal që mund të zvarritet bllokada deri në këtë përmas. Definitivisht mendoj se LDK-ja me pozicionin që e ka mbajt, deri tash rrezikon në këto zgjedhje. Pra, nëse vetëvendosja ka qenë parti e parë me një dominancë theksuar, ai votues që dëshiron ta votojë vetëvendosjen, do ta votojë vetëvendosjen. Mirë po votuesi, themi opozitor, kushtimisht i partive të tjera, të partive të deridjeshme opozitore, më shumë shkaku i përvojës si alternativë mund ta sheh PDK-n. Sepse Zoti Hamza, megjithatë është një politikan me përvojë. Pra, LDK-ja nuk e di se sa e merr për bazë, se targeton votuesin e pakënaqur dhe se sa mund të jetë bindës Zoti Abdigjiku. Zotit Hamza, nesër po ta kemi në studio, ne s'mund t'i themi pse nuk hyre në koalicion me vetëvendosjen, sepse përgjigja do të jetë ne nuk patëm ftesë. Zotit Hamza nuk mund t'i thuash pse e bllokuat parlamentin, se thot në fund kur e pam se
nuk mund zgjas pafundësisht kjo, e vum një kusht që të mos jetë antari i kabinetit qeveritar dhe e votum atë që e propozoi vendosja. Këto veprime nuk i ka bërë LDK-ja. Në bindjen time, atë ditë kur është nda procesi i buxhetit, kur zoti Kurti ka thënë mirë, mos ta votojmë buxhetin, po të votojmë buxhetin për Prishtinën, Gjilanin, Zubin Potokun, votojmë buxhetin për ETK-n, për marrëveshjet ndërkombëtare. Të ratifikojmë. Sikur të votonte PDK-ja në atë moment, mendoj se edhe më shumë do të kishte efekt tash në këto zgjedhje. Po edhe nga ky prizmë, kur thash se nga sot LDK-ja po përson ndryshe me inkuadrimin e zotit Haziri në fushat, nëse nuk kanë me bind votusin se do t'jem bashkëpunues, do të themelohen institucionet, para kushtet e votusit opozitar, të i përfshi kretë ato elementet që ju thash pak më herët, më shumë janë predispozuar të kalojnë ka PDK-ja, rrjedhimisht në fund të procesit zgjedhor PDK-ja të ketë një rritje solide ose të lehtë, LDK-ja stagniv, eventualisht edhe rënje. Besoj që zotin Haziri duhet ta lënë më shumë të flasin fushat, për shkak të qëndrimit dhe të qasjes. Më mendoj edhe disa gjëra të tjera, po s'është momenti me i thonë. Po besoj që LDK-ja në këtë rolin edhe përgjithësinë e vet që ka, shpesh herë numrat nuk ja kanë përcaktuar rolin e vet edhe rëndësinë e vet. Edhe kur kemi fituar na shumë e kemi ndarë me të tjerët, edhe kur kemi dalë të dytit e kemi ndarë prapë me të tjerët, kemi shkaktuar procese, kemi marrë pjesë, edhe kur se mi dalë mirë çfarë